Arbër, ligji thotë që ka ministrët me ndërheqje, jo Besiani. Unë po them kryeministët zbatojnë. Le se kemi prena, e kemi realizuar intervistë. Bashkë me Afantin. Jo, e ke domethënë veçse të gatshme veç me vendos kur ta përfundoj domethënë kur ta nga. Po se tash kanë folë edhe ka folë edhe sepse tash më ajo në favor pjesë e emisionit do shta që një orë gjysmë sa. Po, ka folë edhe Kadri Kryezi, po ka folë edhe Edver Hasani. Edver Hasani ka folë pak më ndryshe. Po, ka parë që kushtrem, ka interpretime të ndryshme. Po, në këtë kuptim. Unë po them, po s'ke ma përtej. Atoshe si e duke e bindur, Albert, si e duke e bindur ato. Nuk mu përgjigje në pyetjen tame çka e cënon kredibilitetin e qeverisë Kurti dhe ministrave ti që ata të betohen si deputet kurse ti delegojnë me valcit e tyne në qeverinë kujdestare. Që kjo po më intereson. Pse nuk e boni këto dhe me zhblloku situatën? Po përgjuni tropin tek të tjerët. Zotëri Matoçi, nuk e di unë pa them një gjë. Unë e di që të kohën sa kam ardhur në debat, kemi pas debatet të ndryshme. Mirë, po në këtë aspekt më duket shumë i afërt. Pse? Do të argumentoj. Unë mendoj që asnjëherë më parë, pra në Kuvendin e Kosovës, edhe pse ka pas ish kryeministra të cilët kanë ardhur kanë votuar, aty që ka qenë faqe e tjerë. Pra, edhe pse kemi liç për qeveri, unë mendoj që kryeministri është një lloj gardiani derisa të formohet pra qeveria e re votuar nga problemi i thoqit dhe tjerë është kur qeveria Kosovës nuk ka pas liç. Nuk është ideja e kryeministisë tonë. Madje këtë situatë, pra ne nuk e kemi prit. Nëse keni pa Kurti, pra si kryeministën dhe tyra, të kryetarë subjekti politik, e të ujtë sulm institucional, sepse kush është pra ta themi një subjekt politik,